إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول جل وعلا في محكم التنزيل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه ألا أدلكم بخير من الصيام والقيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë dhe sukses kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, veprave e sjelljes tona, cili ndo që Zoti e udhëzon, nuk ka kush ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin, s'ka kush e udhëzon përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet që meriton të adhurohet si Zot përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu selam ishte njeri dhe I dërguar I Zotit, fula e profecisë në tokë, misioni I cilit përmbledhet në vargun kuranor wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, të sollëm në këtë botë për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu na porosit neve muslimanëve, duke na thënë, o ju që keni besuar, friksojeni ashtu siç duhet Allahut, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet. Jo vetëm musliman, por I drejtohet mbar njerëzimit në surën An-Nisa, ajeti I parë, o ju njerëz, friksoni Zotit, I cili ju ka krijuar nga një njeri I vetëm, Ademi alayhi salam, e prej tij krijoi bashkëshorten e tij Havan, e prej këtyre bashk pra Ademit dhe Havas, Zoti krijoi mbar njerëzimin meshkuj dhe femra. Friksoni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet e gjakut, dijeni se Zoti është gjithmonë mbi ju, mbikëqyrës. Ne jemi në meditimet tona që kanë të bëjnë pikërisht me surën An-Nisa, një sure interesante që titullohet kapitulli mbi gratë ose surja për gratë, pra një kapitull special dhe specifik që trajton femrën, ndërkohë që nuk ka në Kur'an në një kapitull që quhet Er-Rijal, kapitulli për burrat. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë në botën tjetër do të jem avokat I dy kategorive të dobta në këtë botë, jetimit dhe femrës dhe gruas, e rëndësishme. Nuk është këtë tema se ne kemi trajtuar, por ne po meditojmë pikërisht në surën An-Nisa dhe do të ndalim në një ajet I cili faktikisht konsiderohet ajet I rëndësishëm, pasi trajton një nga temat më të rëndësishme të jetës së besimtarit, që është jeta bashkëshortore dhe familja. Fjala më e mirë dhe më e bukur, nuk ka dyshim, është fjala e Zotit, Kur'ani. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi profetik, ai që ka lënë me fjalë dhe me vepra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet, e çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e çon njeriu drejt zjarrit të xhenemit. Zotit I lutem në këtë ditë xumaje për gjithë secilin prej nesh, ai Allahu ta bëj haram të ndaluar zjarrin e xhenemit. Amin. Ajeti në cilin ne do të meditojmë sot në surën An-Nisa është një ajet që flet për problemet familjare. Pasi ka disa njerëz që mendojnë se jeta bashkëshortore është një buqet me lule ose një buqet me trëndafila, po pa ato gjembat që kanë
trëndafilat. Ose dikush mendon se jeta bashkëtorë është vaj, mirë po derisa të shkosh tek vaj, ka shtrydhje. Dikush tjetër mendon se është një panoram që varet në mur, një pikturë e bukur që varet në mur edhe ashtu rrin gjithmonë. Dhe dikush tjetër mendon se është film, nga ato filmat të mbushur me harame, ku tradhtia dhe kënaqësia seksuale është primare, ndërkohë gjërat e tjera renditen të dytat dhe të tretat. Dikush tjetër mendon se është një bregdet, po nuk ka bregdet, po nuk pati det, dhe deti ka në vetvete rreziqet e veta dhe problematikat e veta. Kështu që i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në ajetin e surës An-Nisa, tek i cilin ne do të ndalemi sot, trajton një moment të vështirë në jetën bashkëtorë. Pasi jeta bashkëtorë është një institucion që nis në këtë botë dhe vazhdon në xhenetet e Allahut. Alladhina amanu wa amilus salihati alhaqna bihim dhurriyyatihim. Wama alatnahum min amalihim min shay. Ata që besuan dhe bën veprat e mira do t'i bashkojmë me familjet e tyre, thot Zoti në Kur'an. Pra siç jemi familje në këtë botë, do të jemi edhe në botën tjetër. E duke qenë se kjo tematik është kaq e rëndësishme, sepse ka të bëjë me këtë botë dhe me botën tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu shumë herë e ka trajtuar në Kur'an. Dhe shumë herë vetë i madhi Zot ka ndërhyrë që ky projekt mos të prishet. Pasi shejtani i ka zënë pritën këtij projekti, pasi shoqëria me trendin e saj i ka zënë pritën këtij projekti, pasi papjekuria në çifte pa e ditë rëndësinë e hapit që po ndërmarrin për martesë i ka zënë pritën këtij projekti, pasi dallueshmëria e madhe në çift për sa i përket arsimit, për sa i përket traditave dhe zakoneve, për sa i përket shumë gjërave, i ka zënë gjithashtu pritën këtij projekti, pasi mëkatet dhe gjunahet brenda çiftit i kanë zënë pritën këtij projekti, pasi gjithë trendi, siç e thash, është kundër këtij projekti, Allahu xhalla xhelaluhu këtë gjë normalisht e ka ditë dhe për këtë arsye ka vendosur rregullat dhe ka dhënë porositë që ky projekt qëndrojë dhe se ky projekt është shumë i rëndësishëm që siç nis në këtë botë të vazhdojë edhe në botën tjetër. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu dy gjëra interesante në Kur'an përpara se të përmend ajetin, Allahu xhalla xhelaluhu vetë ndërhyn dhe jep porosi dhe këshilla që jeta bashkëtorë të ruhet dhe të mbahet, që familja mos shkatërrohet, vetë Zoti ndërhyn. Madje që ka të bëjë me temën tonë, Allahu xhalla xhelalu përmend në Kur'an disa momente debati dhe le themi kështu zënkash mes profetit alayhis salatu wasalam dhe nënave të besimtarëve. Ndërkohë që Kur'ani mund të ishte pak të gjën, po jo Zoti i Madh ka përmend për të na dhënë neve një mësim shumë të rëndësishëm, si duhet sillemi kur ka probleme në jetën bashkëtorë, dhe mësimi i dytë i rëndësishëm gjithashtu është se pa problematika dhe zënka nuk shkon jeta bashkëtorë. Pra është normale që një jetë bashkëtorë të ketë pak kënaqësi, të ketë dhe dëshira të paralizuara, po të ketë edhe mërzitje, sepse është e tillë jeta. Ajeti cilin ne do të flasim sot për to në lexova në arabisht, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman hakima. E nëse shkon puna që po shkon çështja në çift deri në ndarje, atëherë sillni një njeri nga familja e burrit dhe një njeri nga familja e gruas, një arbitër, një ndërmjetësues nga krahu i bashkëshortit dhe nga krahu i bashkëshortes. Nëse këta të dy janë të sinqertë dhe dëshira e tyre është e mirë, Allahu do t'i japi sukses në pajtim. Allahu është i gjithditur, Allahu është i urtë. Në një hadith pejgamberi alayhis salatu wasalam, një nga fjalët e pejgamberit alayhis salam, ai tha, aty tregoj se çfarë është më e mirë te Zoti
se agjërimi vullnetar, se sa falja vullnetare, se sa dhënia e sadakas, normalisht ne e dimë që në Islam s'ka gjë më të mirë se këto treja, që njëu të falet, që njëu të agjërojë dhe që njëu të japë lëmosh, të japë sadaka. Thanë, po si jo, i dërguar Allah, na e thuaj çfarë që ka kjo gjë që ka më vlefshme te Zoti. Tha, pajtimi mes njerëzve. Pastaj shtoi, dhe nuk ka gjë më të keqe se sa futja e përçarjes mes njerëzve, ajo faktikisht tha e ruan. Nuk them tha që ruan kokën, por ruan fen dhe besimin e njeriut, pa e shkatron fen dhe besimin e njeriut. Vëllezër dhe motra, ajeti kuranor flet për një situatë ku ka shku puna shumë keq dhe shumë thellë. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet, që mund të çojnë deri në këtë fazë. Çështja është se si duhet pozicionohet familja në këtë rast, si duhet pozicionohen njerëzit që informohen për këtë lloj situate. A duhet të rinë indiferent, shtjeta e tyre ta zgjidhin si duan, apo faktikisht duhet ndërhyjnë? Allahu xhelle xhelalu na mëson se duhet ndërhyjnë. Pavarësisht se Islami e njeh divorcin si, le të themi, si stacion të jetës, por është kundër tij. Pra me kuptimin nuk e ka të zgjidhje të parë. Divorci në Islam është zgjidhje kur nuk ka më zgjidhje dhe kur mbarojnë gjitha arsyet për të pas zgjidhje. Pasi martesa është bashkëveprim dhe nuk është robërim apo skllavërim. Por që mos shkoj puna deri atje, Zoti jep porosinë dhe thot: dërgoni, gjeni një ndërmjetës, një arbitër, nga familja e djalit, nga familja e vajzës. Nëse këta të dy që futen për pajtim janë të sinqertë dhe me të vërtet duan të arrijnë një zgjidhje pozitive, Allahu do t'ju japi atyre sukses. Zoti do t'u mundsojë që ta gjejnë gjuhën e përbashkët. Allahu i din zemrat dhe Allahu është i urtë, pra në atë që ka porositur dhe në atë që ka këshilluar. Në jetën e pejgamberit alayhisalatu selam ndodh një moment, një zëng, për të dhënë një shembull se si pejgamberi alayhisalatu selam ka trajtuar situata të tilla. Ndodh një zëng mes Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe Fatimes radhiyallahu ta'ala anha. Pejgamberi sasem sikur i kishte rënë vesh diçka, por nuk ishte fort i sigurt. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ishte mërzit dhe nuk shkojte në shtëpi, po flejte në xhami. Prej mërzitjes, flejte në xhami. Shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek Fatimja, thot ku është? Thot se di, ka dal. E kuptoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka ndodhur diçka mes tyre. Dhe fillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të kërkojë për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, derisa e gjeti në xhami, që ishte shtri, edhe një pjesë e zhavorrit kishte pikturuar një pjesë të trupit të tij, radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjon, ja Aba Turab, pra një lloj përkëdhelie nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i thoshte o baba i dheut, pra i bë gjithë dhe çau. Edhe Aliu radhiyallahu ta'ala kështu çohet i habit dhe fillon të flasë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e merr Aliun radhiyallahu ta'ala anhu dhe shkojnë tek Fatimja radhiyallahu ta'ala anha. Pra ndërhyri vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu faktikisht duhet të jetë dhe kështu duhet të ndodhi. Është gabim shumë i madh që ndodh në jetën e çiftit kur prindi i njërit prej bashkëshortëve, le të themi, bëhet pal me emocionin e fëmijës tij. Derisa shkon puna në një situatë që ai nuk don as të dëgjojë më. Ndoshta fëmia i tij ka një moment reflektimi dhe do të kthehet, po prindi bëhet shkak që jo. Ai ndërhyn, jo s'bëhet më. Subhanallah. Ndërkohë që vetë ndoshta çifti njëri prej tyre ka kuptuar që ja ka fut kot. E ka kuptuar që është momenti për të reflektuar dhe për të kthyer. Mirë po, inati i prindit tani, subhanallah. Emocioni i prindit. Ndërkohë që faktikisht duhet ndodhi e kundërta.
prindi i vërtet, dashamiri i vërtet, është ai i cili dëgjon palët, ai i cili ulet me palët, ai i cili mundohet që t'i japi zgjidhje muhabetit. Ka edhe më keq se sa ky prindi që unë përmenda. Është ai njeri i cili mundohet t'ia zmadhoj situatën personit që ka një shqetësim. Për shembull, dikush ankohet tek një shok i vet, ai mendon se është shok i sinqert dhe i mirë. Dhe i thotë, më ka ndodhur kështu. Çfarë thuti më vlla? Po ti isha unë e kisha ndarë më vlla, ora jen vetë, po si ta subhanallahu. Ose e kundërta, shkon femra për shembull, bashkëshortja i flet një shoqe vet që mendon se është shoqe e mirë, dashamire, e sinqert. Thotë shumë kanë, çfarë thu ta ka bëu edhe këtë? Po ti isha unë nuk risha dhe i ditë me atë, po ti isha unë e kisha ndarë, subhanallahu. Faktikisht ka dhe më keq se sa kjo. Ka disa njerëz që pa dëgju fare probleme mundohen që të fusin përçarje dhe probleme. Sheh që ka një farë prakënaqësie dhe fillon të mbjell urrëtie dhe fillon të mbjellë smir. Edhe nëse para tjetër nuk është aq, le të themi, thellë në problematik. Edhe normalisht kjo kategori e fundit është e mallkuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. E ka mallkuar i madhi Zot, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka mallkuar i madhi Zot atë që ftoh një bashkëshort nga bashkëshortja e tij ose një bashkëshorte nga bashkëshorti i saj. Është i mallkuar nga Zoti. Po pse është i mallkuar nga Zoti? Sepse ky njeri po bën punën e drejqit. A e dini ju se ndër kategoritë e drejqënve, shejtanëve, është një kategori që merret vetëm me këtë punë. Mundohet që problemet bashkëshortore t'ia zmadhoj palës tjetër, që thuti o Zot çka ka ndodhur në fund fare kur s'ka çu se më premtoi se do të më shojnë në Dubai. Thuti se çka ka ndodhur, më thu se është bo qameti. Ka një kategori djajsh dhe shejtanësh, cilët kanë vetëm këtë punë, si të fusin ftohje dhe përçarje mes çiftit. Dhe ka njerëz të cilët e bëjnë shumë mirë këtë pjesë. Allahu na ruaj. Ndërkohë që Zoti, Allahu xhalla xhelaluhu, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe feja jonë është komplet e kundërta e kësaj. Thot Zoti i Madh, Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, "Wasulhu khair." Marrveshja, mirëkuptimi, ndërmjetësimi është më mirë se sa të shkojë njeriu në zgjedhjen e fundit. Nuk e mohon Islami faktin e divorcit, nuk e mohon, por se thot ajo është e fundit fare, atëherë kur ka shku situata në padrejtësi dhe në zullum që nuk bahet më jeta. Dhe normalisht duhet ketë një zgjidhje kjo punë, për këtë arsye ka mbajtur Islami në raport me divorcin qëndrimin më të ekuilibruar. As nuk e ka zgjidhje të parë, po as nuk e ka ndaluar, po e ka lënë një zgjidhje atëherë kur nuk ka më zgjidhje dhe kur zgjidhjet, si më thënë, mbarojnë. Le të ndalemi pak me ajetin kuranor. Ajeti kuranor urdhëron ose udhëzon që të ketë seancë ndërmjetësimi ose pajtimi. Kjo o vëllezër ndodh edhe në gjykatat, le të themi, laike. Nuk shkohet në divorc pa pas disa seanca pajtimi përpara. Ajo që mua më intereson dhe më duket mrekullia e Zotit, Kurani, Islami e ka thënë këtë para 15 shekujsh. Nëse kjo sot është arritur, le të themi, në ligjet bashkëkohore, është arritur në shekullin që ne jetojmë, Islami këtë udhëzim e ka dhënë para 15 shekujsh. Seanca e pajtimit. Dhe jo thjesht një seancë pajtimi ku ndërhyn gjykatë si ngjon palët e mirë po s'u bë apo pa, jo. Një seancë pajtimi ku merr pjesë familjari. Duhet të jetë prezent njëri prej familjarëve të vajzës dhe njëri prej familjarëve të djalit. Përderisa këta të dy e kanë çu situatën derisa po shkon puna në ndarje dhe në shkatrim të familjes, prit se duhet hyjë dikush tjetër në këtë mes. Dikush që i sheh gjërat përtej rrethit ose katrorit problemit. Se këta të dy tani janë në problem. E ai që është në problem e ka të pamundur të kuptojë të vërtetën. E merr emocione, e merr inati, e marrin egoja e shumë gjëra. Atëherë duhet vi dikush i jashtëm. Ky i jashtëmi duhet të jetë nga familja, nuk do të jetë njëri rrugë, do si do.
Pse? Sepse familjarit i dhem. Familjari e din se ç'po ndodh. Dhe familjari ka një eksperiencë jetë, babaj apo vllai, apo daja apo xhaxhai, ka një eksperiencë jetë që ka kuptuar se të jetoj ky çift në jetë bashkëshortore shumë më e rëndësishme se sa zëngat apo problematikat. Madhështia vëllezër dhe motra dhe mrekulli e të madhit Zot. Seancë pajtimi, seancë ndërmjetësimi. E kjo nuk mund funksionoj në qoftë se nuk janë prezent të dyja palët. Pra nuk mund ulen dy përfaqësuesit me njëri tjetrin e zgjidhin problemet ata me njëri tjetrin se ky ka dëgju, edhe ky ka dëgju, edhe këto tani ulen dhe i ndajnë muhabetet. Jo, nuk ndodh kështu. Seanca e pajtimit duhet i ketë çiftin prezent, duhet të ketë dy, le të themi arbitrat apo dy ndërmjetësuesit prezent, duhet të ketë mundësisht edhe një të tretë apo dy të tjerë prezent në mënyrë që të shoshitet muhabeti, se shumë mendje janë një mendje dhe një mendje nuk është asnjë mendje. Pse e japim këtë detaj? E japim këtë detaj për të treguar rëndësinë dhe madhështinë dhe mrekullinë e kësaj feje, elhamdulillah. Palët kur ulen nuk dëgjojnë lotët as të bërtitmen, po shohin argumentat dhe faktet. Lotët nuk janë argument. Dikush mund ta ketë shumë të lehtë me qa, qoftë femër, po ka edhe prej meshkujve që janë ustallar në të qarë. Po edhe e bërtitmja nuk është argument, pse dikush ka zërin më të lartë, nuk do thotë se është me të drejtën dhe me të vërtetën. Se ka meshkuj që mashallah flasin shumë bukur, e bërtasin e ku dëgjon e tjerë, po ka edhe femra që janë mashallah kjo pjesë, bërtasin më fort se sa burrat. Po kjo nuk është argument, kjo nuk është fakt. I madhi Zot Allahu xhelle xhelaluhu na mëson se në momentin që palët që kanë ardhur në ndërmjetësim dhe palët që janë futur në këtë situatë arrinë një përfundim me pjekuri dhe me urtësi, duhet që çifti t'i rri gjykimit dhe ndërmjetësimit. Pa mos jetë një seancë e cila zgjat 5 orë dhe në fund fare kuptohet e vërteta, sqarohen gjërat dhe vijnë pikat mbi i, dhe në fund fare gjithë secili iket me mendimin e vet. Po kjo nuk është normale. Sepse ke kundërshtuar atë që ka porositë i madh i Zot Allahu xhelle xhelaluhu. Kanë përmendur njerëzit e kësaj fushë disa porosi dhe këshilla që duhet të kemi parasysh kur duam me të vërtet dhe kemi dëshirën e mirë të pajtojmë në çift. Po i përmendim shkurt. Nuk duhet mjaftohemi me kërkimin falje të fillim të njërës prej palve apo prej të dyja palve pa i shku temës deri në fund. Çfarë ndodh ndonjëherë? Kur mblidhen njerëzit dhe bëhet me të vërtetë çështja serioze, njëra prej palve thotë mirë, unë kërkoj hallalin se fajin e kam unë. Ose thotë tjetri se fajin e kam. Jo, ne duam të rriqim e kemi mbyll këtë marrë. S'ka më. Përderisa ka shku situata, deri këtu nuk ka më e mbyllin. Nuk ka më. Do të analizohet situata komplet deri në fund, të shihet se ku është e vërteta dhe e drejta, dhe pastaj kërkohet hallalliku nga pala e cila i ka hyrë në hak palës tjetër. Pse është thënë kjo vëllezër dhe motra? Është thënë kjo se ky kërkimi i hallallikut, qysh në fillim, pa u diskutu, pa u analizu, çon përsëritjet problemit. Po do të thuash po mirë, e përsërisim prap takimin. Jeta është shumë e gjerë dhe ka shumë angazhime dhe s'kan vakt gjithë njerëzit të rinë sa herë zihen dy veta, punën në seancë, pajtimi e kështu me radhë. Porosia e dytë, njohja e shkakut që ka çuar në situatë. Në përgjithësi, kur analizohen problematika të tilla, njerëzit merren me problemin, se i gjujti, se e shau, se i tha kështu, se nuk ja boni, merren me problemin dhe analizojnë problemin. Faktikisht, duhet shkuar në gjenezë problemit. Duhet shkojnë tek shkaku që çoi në këtë pasojë. Si arrihet kjo vëllezër? Është shumë e vështirë në një seancë
të tillë që të arrihet qysh në fillim edhe ta kapësh situatën. Po kjo ka nevojë për dëgjim. Dëgjim nga të dyja palët, mundësisht dhe shkrim të gjërave. Derisa palët të thonë çfarë kanë për thënë, prej gjërave negative, prej gjërave pozitive, prej etj, derisa flet njëra palë, pastaj flet pala tjetër. Dëgjimi të dyja palëve. Se ti nuk mund dëgjosh gruan e cila flet 3 sahat pa pushim për problemet e saj dhe i thu burrit folti tani e mjaft sa e kuptova. Funksionon. Duhet japësh dhe këtij haku, nëse burri flet, le të themi 2 orë, edhe gruaja i thu pshu e kuptova tani, okay, e qartë fajin e ketë apo s'e ketë apo e ka. Jo, do ta lësh tjetrin të shprehet deri në fund. Peshorja mes gjërave, që do thotë jo çdo problematik që hidhet është problematik serioze dhe që trondit në të vërtetë jetën bashkëtorë. Se është çështje tjetër kur kapet burri ose gruaja në një tradhti për shembull, apo në një problematik, le të themi, që ka të bëjë me pasuninë, apo në një problematik tjetër dhe është gjë tjetër kur janë dëshira për të plotësuar, pas më ngjoj llafen, unë i thash zbrita nuk zbriti, isha muhabet. Ai i cili gjykon vend peshoren, çfarë duhet marrë në konsiderat dhe çfarë nuk duhet marrë në konsiderat. Jo çdo ankesë që shpreh burri apo gruaja duhet marrë në konsiderat dhe i duhet dhënë rëndësia. Sa i më premtoi mua që do të më çojnë mulçin, po nuk më çoi. Po mirë premtoi, po pse nuk të çoi? Cili ishte shkaku që nuk të çoi? Po edhe sikur mos çoj fare në ulçin, çfarë problemi ka? Jeta vazhdon edhe pa ulçinin, për shembull, si shembull. Pranimi i faj dhe i gabimit mbasi sqarohen gjërat. Pra nuk duhet mjaftohemi, kjo është çështja, jo, ata që kanë gabuar, ai që ka gabuar, ajo që ka gabuar, duhet ta pranojë. Po, unë pas kem gabim këtu, sepse me të vërtet kam kërkuar diçka që nuk më takon. Unë thot ky pas kem gabim këtu, sepse kam kërkuar diçka që nuk më takon, ose nuk i kam dhënë hakun etj. Menjëherë mbas kësaj vjen roli i këtij familjarit që është aty prezent. Familja duhet marrë menjëherë situatën në dorë. Pra nëse shihet për shembull që problemi është tek vajza, menjëherë familja e vajzës duhet bëhet palë në rregullimin e problemit. Dhe mos bëj rolin e shejtanit, i dalin mbrojtje gocës duke e ditë që është ngabim. U pa që problemi është tek djali. Duhet menjëherë familja e djalit t'i dali të jetë palë në zgjidhjen e problemit dhe jo t'i dalin mbrojtje e djalit duke ditë që çuni i tyre është ngabim. Se roli është u kuptu problemi, u kap se ku është situata, atëherë ndërhin familja dhe bën tërheqjen dhe i thotë aty këtu po. 1 2 3 4 5. Për Zotin nuk je më fëmia jon, nëse ti e përsërit këtë gjë se i ke hyrë në hak. E të bëjmë lanet deri në ditë kiametit. Nëse ti nuk tërhiqesh se i ke hyrë në hak. Qof djali, qof vajza. Dhe ky është ai prindi i vërtet, ai prindi që do që fëmia i tij të fitojë xhenetin dhe nuk jeton për egon e tij se çfarë do të thonë njerëzit për të. Mirë është që të dëshmohen këto gjëra dhe të shkruhen, sepse mund të jetë situata në një moment caktuar, le të themi, të drejta pasurore, mund të jetë një e drejtë e munguar. Gjërat duhen shkruar dhe gjërat duhen dëshmuar dhe mundësisht firmosur dhe vulosur tek noterin nëse është e nevojshme, nëse bëhet fjalë për të drejta, le të themi, që kanë të bëjnë me ekonominë apo me parat. Nuk duhet mjaftohemi në problemet që ndodhin në jetën bashkëtorë me faktin nuk ka shtëpi pa probleme. Jo më vëlla. Nuk ka shtëpi pa probleme, kjo është e vërtet. Po kjo nuk do të thotë që shkojë situata deri në zullum dhe në padrejtësi, deri në mohim të drejtave. Nuk duhet përdoret fëmia si armë dhe argument. E po çfarë bëjmë, janë fëmijët. Jo më zotni, janë fëmijët, po kjo nuk do të thotë që pse janë fëmijët unë të dhunohem apo unë të mohohen të drejtat e mia apo haku im e kështu me radhë. Thash, çdo shtëpi ka sekrete dhe nuk bën me nxjerr sekretet. Jo, në situata të tilla nuk ka s'bën me nxjerr sekretet.
Situatat tilla gjërat duhet thënë ashtu siç janë. Se nganjëherë kjo ruajtja e tepërt, nga se mos dalin sekretet, po i shkatron njerëzit. Jo më vëlla, gjërat duhen thënë ashtu siç janë, sepse nuk ka ardhur puna deri këtu vetëm se për të thënë gjërat ashtu siç janë. Duhet që ata që futen në këtë punë, siç e tha Zoti në ajetin kuranor, të kenë dëshirën dhe qëllimin e mirë. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Nëse janë të sinqertë se duan më të vërtet ta zgjidhin situatën, që ta çojnë situatën në marrëveshje dhe në pajtim, o vëllezër, Allahu ka thënë në Kur'an, Allahu do t'ju japi atyre sukses. Pasha Zotin, nëse ndërmjetësit, nëse këta që futen kanë qëllimin e mirë, pasha Zotin do ta gjejnë gjuhën. Do t'i qërojnë gjërat ashtu siç janë, do t'i japin gjithë secilit hakun që meriton dhe do të mbyllen gjërat me sukses me lejen e Allahut. Pse e them këtë? Sepse ka thënë Allahu në Kur'an. Nëse janë të sinqertë, që me të vërtet duan dalin një përfundim të mirë dhe në pajtim, Allahu do t'ju japi sukses. Vëllezër, Allahu xhallal xhelaluhu na tregon në Kur'an që në jetën bashkëshortore profetike ka pas zënga dhe problematika. Por na ka treguar gjithashtu i Madhi Zot se njeriu duhet të jetë i durueshëm dhe se njeriu në një moment caktuar duhet të tërhiqet për hatër të Zotit dhe për hatër të projektit i cili nis në këtë botë dhe përfundon dhe vazhdon në xhenetet e të Madhit Zot, për ta mbyllur me një fjalë profetike, dhe kjo do të jetë porosia e fundit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: nuk ka pse të mërzitet bashkëshorti besimtar nga bashkëshortja e tij, nëse ka diçka që nuk shkon, po kështu dhe bashkëshortja nga burri i saj, nëse ka diçka që nuk shkon, ka gjëra të tjera që shkojnë, nëse nuk pëlqen diçka, ka gjëra të tjera që pëlqejnë. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë matës dhe ekuilibrues mbi pasojat e gjës dhe jo të gjykojë në bazë të momentit. Kur themi ne, o vëllezër dhe motra, se ka ndodhur diçka në jetën profetike bashkëshortore, pra të kuptojmë se jeta zhvillohet natyrshëm kur ka edhe situacione të tilla. Dhe se nganjëherë problematikat nuk duhet zmadhohen më shumë se sa që janë. A do t'ju jap një rast nga jeta e profetit alayhis salatu wassalam. Një ditë del pejgamberi sa nga dera e shtëpisë tij, e ka pas derën e shtëpisë, si më thon këto dy dritarët. Njëra nga dritarët ka qenë dera e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Del me çarçaf të lidhur në kokë. Shumë të mërzitur. Saqë kishte harruar të heqë çarçafin nga koka. Dhe doli tek njerëzit me çarçaf në kokë. Kur e pan njerëzit, e pa pejgamberin që kishte çarçafin në kokë, kishte lidh kokën me çarçaf. E zgjidhi, e futi me në perdes dhe vazhdoi të falej me njerëzit. Thot tregon nëna e besimtarëve Aisha, thot patëm njerë, thot një zëng me profetin alayhis salatu wassalam, nëna e besimtarëve. Dhe e merr vesh kush? Ebu Bekri. Pa duronte gjë Ebu Bekri tek pejgamberi alayhis salam, vallahi s'duronte gjë. E merr vesh Ebu Bekri dhe vjen Ebu Bekri me vrap. Futet Ebu Bekri pas selam, pas i gjë. Futet pyp aty. Kur i gjen këto me njëri tjetrin, njëri me i cep, tjetri me i cep. Jetë bashkëshortore, burr, normale që të kishte edhe zënga. I vërsulet Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Kur e pa Aisha që Ebu Bekri ishin fik llambat, filloi tani Aisha radhiyallahu ta'ala mçive mas pejgamberit alayhis salam. Ebu Bekri i vinte, pejgamberi sa sem që shtynte Ebu Bekrin derisa e nxori Ebu Bekrin nga shtëpia. E pastaj u kthy Aisha, sa Aisha tha, kush të mbrojti? Ampe që unë mbrojta, se të kisha lënë në dorë të babës, do të kishte fik. E merr vesh një herë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, një situatë ngjashme me këtë. Edhe kupton, Omeri ishte njëkohësisht edhe kush? Ishte njëkohësisht edhe vjerri i pejgamberit alayhis salam, si kishte thënë ngocën. Shef Omeri radhiyallahu anhu pejgamberin alayhis salam ishte fik pejgamberi alayhis salam, mërzit me gocën e Omerit, me nusën e vet. Omeri tani po mendonte si t'ja bëj tani që edhe boni muhabet Omeri, tregon një histori të vetën që është zi me gruan e vet ke shtëpia, kështu tha ma boni, filloi pejgamberi sa të qeshte me të madhe, se i kishte ndodhur njëjta histori pejgamberit alayhis salatu wassalam.
Edhe mbaroi, kaq ishte situata dhe kaloi si situatë. Ndodh një zëng tjetër mes Fatimes dhe Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Fatime i thoshte Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i thoshte gjë, i thoshte, gjithë kanë marrë nga i shërbëtore në shtëpi që ju shërben, vetëm ne të dy. Fatimes radhiyallahu ta'ala anha i kishin bërë duart me kallo, nga që bënte shumë punë. Pa Aliu merrej me punë tjera, domethënë edhe i shkon haberi pejgamberit sa që ka zëng prap. Po në këtë rast fajin e kishte goca e tij. Jo Aliu ishte në rregull. Shkon pejgamberi sa ishte dera e Aliut shumë afër shtëpisë pejgamberit alayhis salam. Troket, o bën gati këto, po mërzit, e ke parasysh po s'dojshin me e dhon veten. I thot pejgamberi alayhis salam gocës vet Fatimes. I thot çfarë ke? Thot pejgamberi Zotit, pse mos kemi dhe ne një që na shërben? Si të gjithë tjerët. Tha pejgamberi sa a tregoj për diçka që është më e mirë se sa me pas njëri në shtëpi që punon për ju? Tha po, na trego. Tha para se me ra gjumë, thuj 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber, kjo është më mirë se me pas dikë që punon në shtëpi për ju. Komplet temë tjetër, komplet e transferoi situatën në një situatë krejt tjetër. I udhëzoi për diçka krejt tjetër. Se ka dhe fetva kështu, e ke parasysh, unë nuk e kam bërë detyrë të shërbej burrit. Po kush të shërbej burrit, komshia? Po si shërbeve ti? Se ka bërë detyrë gruaja se ka i gjenë ca fetva, kështu në për internet, në për interlanet, në për Facebook, në për Instagram, moren fjalët më të patëgjuar ndonjëherë nga fjalët e dietarëve, ta facebookistat dhe tiktokistat, edhe i nxjerrin edhe gratë shkreta aq dhun. S'ka argument. Po kallot e Fatimes në duar, nuk janë argument? Po jeta e pejgamberit alayhis salam dhe mënyra se si zhvillohej jeta e pejgamberit alayhis salam nuk është argument? E tjerë. Pra lut Zotin e Madh Allahun xhel xhelaluhu që ne prindërit të jemi të parët që rregullojmë dhe jo të parë që bëhemi avokat të emocionit. Nuk ka gjë më të keqe në jetën bashkëtorë se sa fakti kur njëri prej prindërve bëhet avokat i emocionit dhe pastaj i verbohen syt, dhe unë e thash edhe në hutbet parë, ndoshta njëra prej palëve do të reflektojë, po nuk e lën më baba të tërhiqet, apo nuk e lën më mami të tërhiqet, e si pasojë shkon puna deri në shkatrimin e familjes, po Allahu nuk e don këtë gjë. Pejgamberi alayhis salam nuk e don këtë gjë. E jeta shoqërore faktikisht nuk e don këtë gjë, se në momentin që divorcohet një familje, pasoja do t'i vuaj e gjithë shoqëria. A nuk duhet thënë në fundin e kësaj hutbeje o vëllezër, elhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderim takon Allahut që na udhëzoi në Islam, se nuk ka mirësi dhe bekim më të madh se sa udhëzimi në Islam, dhe këto detaje ne i gjejmë në fenë të madhit Zot në Kur'an, në hadithet e pejgamberit alayhis salam, fiksojnë edhe një herë para 15 shekujsh.